Ajo nuk është e vërtet, as kam shkruar ndonjëherë kurrë dhe as e ndjej veten të rrezikuar. Pavarësisht se unë kam në mision 50 vjet, jam në vendin e dur dhe e njoh mirë politikën dhe spionazhin, jo vetëm evropian, po thuaj edhe botëror. Pra unë së ndjej asnjë rrezik sepse jam në vendin tim, jam në tokën time, jam në Shqipërinë e kufive natyror. Asgjë nuk kam shkruar për këto, po këto janë propagandat e tiranisë. Armiq kam shumë, unë armiq kam francezët, unë armiq kam serbët, unë armiq kam englezët, për arsye se këta janë të tre që na kanë coptuar me shekull e me shekull. Nuk vizitoj të hap telefone çfarë më thot tjetri. Pilinçi i di të gjitha se Pilinçi ka 51 vjet në Amerikë, po Pilinçi më tepër ka jetuar në avion në Evropë se në Amerikë. Pra, po ta thash edhe një herë, është bërë programi ka 100 vjet që luhet për të bërë Shqipëria me kufi natyrore. Për arsye, sepse Shqipëria është një nga vendet në botë që është vetëm një racë. Ne jemi një racë dhe ne pavarësisht se jemi 3 fe, por ne jemi një racë, e raca jonë dhe feja jonë është flamuri. Flamuri i Skënderbeut, flamuri i Shqiponjave. Është bërë plani ka 100 vjet që në Amerikë për të bërë Shqipëria këtë periudhë. Dhe lufta e tretë botërore që po zjen është qëllimisht për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore, për të bashkuar bashkë, për arsye se jemi ndarë në 4 pjesë. Kosova është krahinë e Shqipërisë, Maqedonia Aleksandrit është e Shqipërisë, Malizia është e Shqipërisë, kosovarët kanë luftuar me shekuj kundra Serbisë. Dhe sot që quhet Serbi është toka e jonë dhe erdhi koha e realitetit. Për këtë arsye më sulmojnë mua, nuk kanë të sulmojnë drejt për drejt, sepse e din fare mirë se kush jam unë, e din se çfarë punë e bëj, e din sepse po bashkoj Shqipërinë që ka një shekull që ne po vrasëm vetveten njëri me tjetrin, ne po bëhemi spion të serbëve, të grekëve, të francësve. Po ashtu dhe të englezëve. Të gjithë televizorët do bllokohen sepse televizorët si në Shqipëri e në Kosovë bashkëpunojnë me serbët.